vendosës në këtë rast fillimisht? Po, pa dashur, dakor, pse jo, me rënd, pa dallim të gjithë, sepse janë pjesë e jona dhe trashëgimi son dhe realitetit ton, pa dashur që të paragjykojmë ne këtu në këtë studio të ndëruar dhe në këtë televizion të ndëruar, se cilat janë motivet apo cilat mund t'jenë shkaqet, arsyet, pengesat eventuale, po edhe strategjitë që mund t'jenë të qëlluara sipas tyre, ose të gabuara, taktikat e tjera, u mendoj se në këtë rast fituesi i zgjedhjeve ka vështirësi serioze në sigurimin e votave për të krijuar këtë shumësi, pra të thjesht 61 vota për zgjedhjen e kryetarit dhe të kryesisë, pastaj e të komisioneve parlamentare, e pastaj hapet rruga për një fazë tjetër kushtetuese që është formimi i qeverisë. Pra, vështirësia e para, vështirësia e dyta, mungesa e vullnetit që me të tjerët të bëjnë bashkëqeverisje, dhe e treta, mungesa e vullnetit palës tjetër në forma të ndryshme, mos t'i nominojmë veç e veç partit, po njëra refuzon, tjetra refuzon me çdo kusht, tjetra kërkon kushtet që t'jetë i pari tyre, ndonse rezultati është jo fituesi i tyre, pra i partive opozitare, po flas ish opozitare. Dhe këto tre faktorë të paktën janë, mendoj unë, shkaqet kryesore që këta po shtyhen tani dhe po bëjnë parodi politike, po bëjnë thjesht gara. Po i thoni parodi. Parodi ndryshe s'mund thuhet, thash më parë përfillje. Është pak dhe është tepër but, me gjithë respektin ndaj secilit votues dhe secilit deputete, secilës parti, secilit subjekt, kjo ndryshën nga këto parti politike që po sillen këtë mënyrë, kaq të papërgjeshme, kaq injoruese, kaq shpërfillse, kaq indolente, sikur s'po ndodh asgjë, sikur ne nuk kemi asnjë nguti, asnjë emergjencë, ndërkohë që jemi në situatë emergjente për çdo gjë, në çdo fushë, në çdo dimension. Dhe sa më parë që të formohen institucionet e vendit, aq më mirë për arsye se edhe jemi të goditur, edhe jemi të rrezikuar, edhe jemi në vonesë. Prandaj është momenti që definitivisht bëhen bashkë, ne u themi vazhdimisht gjithë populli po ju thotë, qytetarët, pra votuesit malesës po dojnë ta përmendin popullin ata në demokracia, populli është kryesor, vox populi, vox dei, është zëri popullit, është zëri Zotit. Megjithatë po themi votuesi ju ka determinuar faktikisht se çka duhet bëjnë. Ata nuk po dëgjojnë as votuesin e tyre. Për më tepër në një moment bën një farë ngërçi, një pengesë, një barierë edhe në komisionin apo ju shkon përshtatje kjo, po, për verifikimin e mandateve. Po situata e tanishme, apo ju shkon përshtatje secilit, pra pushteti praktikisht është në pushtet në detyrë, në mënyrën se si është, e dim. Opozita nuk është e konsoliduar në atë formë sa që mbase do voton të një kandidaturë jo fort të kënaqshme, por që ta priste pastaj mundësinë sepse do të futeshim në afate kushtetuese, apo jo, po të konstituojë kuvendi dhe ta priste mundësinë që potencialisht të formonte një qeveri. Pra s'po duket askush këtu i interesuar për të bërë ndonjë gjë. A ka mundësi që ne të përfundojmë kështu deri në verë, dhe pastaj fillojnë edhe pushimet dhe të vije edhe vjeshta, ashtu kështu ne do kemi zgjedhje vitin e ardhshëm. A mund t'jenë këto, mbase edhe egzagjerime në imagjinatën time këtu, se deri ku mund t'na dërgojnë këto parti këtu? Me këtë sjellje politike? Duke pasur parasysh qëndrimet, sjelljet e tilla çfarë po ndodhin fatkeqësisht njëherë ndonjëherë, bazë të asaj që po shohim, këtë teatër politik, këtë parodi, rezulton ose njeriu dhe bjen në një situatë që të mendoj që nuk ka racionalitet politik dhe strategji në të menduarit e në të vepruarit politik. Sepse ndryshe do të ishte interesi çdo subjekti politik. Po ta kishte opozita qëllimin që ta bëjë, siç po thotë e bën, po i presim këta dhe pastaj e bëjmë ne qeverinë, ata e kanë rastin më ideal të ardhë, do të thosha që ta votojnë kryetarin në koment ose kryetarin cilin do të qoftë, dhe pastaj hapet rruga me njëherë për në qeveri, si s'po mundet këtu t'i bëjë, si pas tyre nuk mund t'i bëjë edhe atje, atëherë vjen radha këtyre t'a bëjnë qeverinë. Po është një thënie popullore, nëse më lejohet, por është mjaft instruktive dhe edukative, mendoj për çdo kënd për situatën, sidomos për të gjithë ne, ku prindi e dërgon antarin e familjes për të kërkuar një parmend ose plug të fshiu për të lavruar arën. A i shkon atje dhe duke shkuar rrugës thot sa paqa mendjen të lavroj e dëshirën e vullnetin, a që paqa mendjen të gjej plugun ose parmenden. Pra në këtë situatë,
Si duket ne kemi rast, sepse edhe opozita nuk janë në gjendje që... kanë edhe në të parmenda. Jo, nuk e kanë të parmenda, për arsye se nuk e kanë fuqin, guximin dhe vullnetin politik. Do duhet të kalohej, kjo situatë të kalohej mbi vetveten, ndonjëherë dhe nëse duhet mbi rregullat të themi partijake dhe statutore, për interes të shtetit dhe të popullit. Mirë, kjo s'po duket që tjetë tash, me qenë se ju kemi edhe nga fusha juridike, diskutohet, ka interpretimet pa numër, ta thënë drejten pak edhe jemi lodhë me këtë farë ngërqi, me këtë vakumi, me këtë amullije, le ta quaj më mirë, pra stagnim. Po rruga juridike tjetër për ta zhbllokuar, cila është se përmendet mbledhja, dërgimi nga disa 10 deputet për shembull e tutje në gjykatën kushtetuese, po këtu a ka kësi hapësira, zbratësira, cilat mund të shfrytëzohen në mënyrë që të merrej ndonjë vendim potencial të afatizohej, mos të lihej në pafundësi të shkoj kështu, se ne prapë po them, pas nesër do të jetë maj, qershor, pastaj e dim që qershor korrekt gosht këtu, se pushon aktiviteti politik. Ne tani jemi në afatet ligjore të caktimit të zgjedhjeve lokale dhe faktikisht do duhej subjektet politike të merren me aktivitetet e tyre në terren për të luftuar për çdo komunë që të fitojnë. Ajo që do të ishte rruga më e mirë është se para se t'ja përgjigjes se kush mund të bëj kontribut këtu, definitivisht thash pak më parë te kalimi vetvetes atyre zënkave, atyre inateve, atyre bindjeve, ndryshimeve, sepse demokracia ndër të tjera është edhe begati e diversitetit. Pra, unitet në diversitet. Në një diversitet mendimesh, idesh, programesh, ideologjish, do duhej këto parti ta gjejnë një gjuhë përbashkët, paktën 2 prej tyre më të mëdha ose të gjitha, pse jo, dhe të bëhen pra partit parlamentare. S'po duket kjo, po duket dëshirore, s'po duket që do arrinat. Ka indikacione edhe nga Bashkia Ndërkombëtare, unë kam burime, vogëlsia ime që ka edhe interesime për të mos thënë edhe kërkesë nga Bashkia Ndërkombëtare që kjo të ndodhë. Pra, një qeveri e shumicës, me që votuesi ka para përcaktuar, ka determinuar, se asnjërit nuk ja ka dhënë atë që ka kërkuar, atëherë edhe këta, atë që kanë merituar, nuk e kanë menduar, nuk e kanë marrë, do duhet bëshin bashkë. Kjo nëse nuk bëhet, atëherë do duhet që të intervenohej në këtë ngërç për të sqaruar juridikisht se si bëhet, cila rruga po?